kur ardhë në gjykatë. Kur ardhë gjykatë, tha ju më konë borqeve. Edhe plus asaj, i ka përmend do emna kuna i ka borq. Sa unë e maj mend, ka thonë për shkak të situatës që i ka kriju atina dhe që dënë me ndru një lokacion. Dy blerësit që tashmë nuk arrin ta shfrytëzojnë lokalin, Zahiri dhe Shqyqyriu zotohen se nuk e kanë ditë që shitësi lokalit ishte në fajde. Përveç këtij zgjerimit që ta ka përmend, ata ka përmend borxhin ose fajden në atë kohë që kanë telash. Jo, edhe këto po të thëmë që nuk s'na ka përmend as të njohë me shta njerë që thash që kemi nejtë. Une, sa e di une, edhe kur njët, as një njeri, këto po të fulim me plot përgjithësi, kur njët mua nuk më ka thonë kusht që është Pa ke një zona ti, që shkina nina. Kur s'kum një. Masa nej, masi që e ke blejë. Jo, kur s'kum një deri, kur ardhë në gjykatë. Kur ardhë gjykatë, tha ju më konë borqeve. Edhe plus asaj, i ka përmend do emna kuna i ka borq. A i ka përmend fajde a borq? Jo, borq. Pse është përfol fajdja këtu për atë objekt? Kush ka marrë fajde aty? Nuk kam prej momentit kur na kemi fillu inicimin për me ble, nuk kam informata diçka për fajde, s'ka logjik për fajde. Jo, a dini ju, a ju ka përmend ajherë Mehmeti ose dikush që ka probleme? Jo, Mehmeti nuk na ka përmend. Mehmeti në këtë pjesë tash në fillim që unë s'e kam njoft as Mehmetin, ka bisedu Zahiri se kanë kohë gjatë ato, jo në atë 10 diqin, po kanë 2-3 vjetë më shumë që kanë pi kafe me ngjese mramin nështë. Sa unë e maj mend, ka thonë për shkak të situatës që i ka kriju atina dhe që dënë me ndru një lokacion.